Nëna është figura që mban, ushqen, mbron dhe udhëheq me dashuri. Por ndonjëherë, dashuria e madhe për fëmijën e shtyn atë të bëhet mbrojtëse përtej masës. Ajo nuk dëshiron që fëmia i saj të lëndohet, të përballet me vështirësi apo të ndjejë dhimbje. Nëse kjo ju përshkruan ju apo dikë që ju njihni, na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar se si të dilni nga kurthi i mbrojtjes së tepërt të fëmijëve tuaj. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty, përshëndetje dhe mirë se vini në programin tonë të sotëm për të mësuar dhe për të inkurajuar prej tij. Unë jam Dena dhe unë jam Marta. Ju përshëndes të gjithave dhe ju falenderoj që na ndiqni dhe bëheni pjesë e programeve tona me pyetje dhe mesazhe inkurajimi. Në këtë program do të flasim për nënat tepërmbrojtëse. Dena, nuk e di për ty, por unë vetë në një periudhë, sidomos me vajzën e parë, kam qenë një nën tepërmbrojtëse, nga frika se mos asaj do t'i ndodhte diçka dhe do ta lëndonte. Po pse lind kjo prirje? Si ndikon tek fëmia një nën tepërmbrojtëse dhe si mund të ndërtohet një dashuri që nuk mbyt, por rrit? Le të flasim sot për të gjitha këto. Kjo është një temë shumë e bukur, Arta, edhe mendoj se në ditët e sotme njerëzit, sidomos nënat, kanë aq shumë frikra për fëmijët e tyre sa që duan apo nuk duan bëhen tepërmbrojtëse. Por sigurisht që kjo ka një kufi dhe unë shpresoj që mikeshat tona të marrin disa njohuri për të hetuar veten e tyre nëse janë në këtë pozicion dhe gjithashtu të mësojnë se si të mos jenë nëna që i mbytin fëmijët e tyre, duke u mbështetur tek Perëndia dhe fjala e Tij. Janë kaq shumë gjëra për të thënë, Dena, por sigurisht që në këtë minutazh të programit ton ne do të prekim gjërat më kryesore. Siç e tham, nëna tepërmbrojtëse është ajo që jeton me ankthin e vazhdueshëm se diçka e keqe mund t'i ndodh fëmijës. Ajo kontrollon çdo hap, çdo vendim, çdo lëvizje. Në mënyrë të padukshme, fëmia mësohet të mos marrë përgjegjësi, sepse nëna e merr gjithmonë përsipër. Ajo mendon se e bën nga dashuria, por në fakt e bën nga frika se fëmia do të vuaj, do të dështoj, ose se pa të nuk do t'ja dalë. Në këtë mënyrë, ajo pa e kuptuar e lidh fëmijën me një zinxhir të padukshëm që është zinxhiri i pasigurisë, gjë që e pengon fëmijën të rritet dhe të besojë në forcat e veta. Një nën mund të bëhet tepërmbrojtëse për disa arsye të ndryshme që shpesh lidhen me përvojat e saj personale, emocionet edhe mënyrën se si e percepton rrezikun. Ja disa nga shkaqet më të zakonshme: ankthi dhe frika për sigurinë e fëmijës. Shumë nëna ndjejnë përgjegjësinë e madhe për të mbrojtur fëmijën. Nëse ato kanë shumë ankth, edhe situatat më normale mund t'i shohin si të rrezikshme. Përvoja të kaluara, trauma, humbje, vështirësi shëndetësore. Nëse një nën ka kaluar humbje në një fëmijë apo një shtatzani të vështirë ose komplikime në lindje ose ngjarje traumatike në fëmijërinë e saj, ajo mund të zhvillojë tendencën për mbrojtje të tepruar. Një nën mund të bëhet tepërmbrojtëse kur ka pasiguri personale ose mungesë mbështetjeje. Nëna që ndihet e pasigurt në rolin e saj ose nuk ka mbështetje nga partneri apo familja, mund ta teprojë me kontrollin ose kujdesin e saj për të ndjerë se po bën mjaftueshëm. Gjithashtu, presioni shoqëror është një arsye tjetër që e bën një nën tepërmbrojtëse. Shpesh shoqëria pret që nënat jenë perfekte, vigjilente, të kujdesshme, të sakrifikojnë veten. Kjo mund t'i shtyjë disa nëna ta çojnë kujdesin në ekstrem. Temperamenti i nënës mund të jetë një arsye tjetër që ajo të jetë tepërmbrojtëse. Disa persona kanë prirje më të fortë për kontroll ose janë më të kujdesshëm nga natyra. Arsyeja e gjashtë mund të jetë edhe dashuria e madhe dhe dëshira për të mos gabuar. Ndonjëherë mbrojtja e tepërt vjen thjesht nga dashuria dhe frika se mos fëmia përjeton dhimbje, edhe pse pa qëllim kjo mund të ndikojë në zhvillimin e pavarësisë së fëmijës. Një nën tepërmbrojtëse, edhe pse me qëllime të mira, mund të krijojë disa pasoja tek fëmia, sidomos në zhvillimin emocional, social dhe në ndjenjen e pavarësisë. Ja disa nga efektet më të zakonshme. E para, vështirësi në zhvillimin e pavarësisë. Fëmijët që mbrohen tepër shpesh kanë frikë të marrin vendime vet, bëhen të pasigurt në aftësinë e tyre, varen shumë nga të rriturit. Ata mësojnë se dikush tjetër duhet të kujdeset për ta dhe nuk praktikojnë vetmjaftueshmërinë. Pasoja e dytë e një nëne tepërmbrojtëse tek fëmia është mungesa e besimit në vetvete.
Kur nëna ndërhyn vazhdimisht, fëmia mund të mendojë, unë nuk jam mjaft. Diçka e keqe do të ndodhë nëse e provoj vetë. Kjo çon në vetbesim të ulët dhe frikë nga sfidat. Pasojë tjetër është dhe ankthi edhe frika e tepërt. Nënat tepërmbrojtëse shpesh transmetojnë ankthin e tyre tek fëmia. Kështu fëmia mëson të ketë frikë nga gjërat normale dhe e percepton botën si të rrezikshme. E katërta, vështirësi sociale. Fëmijët mund të kenë vështirësi të krijojnë miqësi, të jenë më të tërhequr nga shoqëria, të kenë frikë të përballen me konflikte apo situata të reja. Fakti që nëna shpesh ndërhyn i pengon ata të mësojnë se si të menaxhojnë vetë situatat sociale. Pasoja e pestë është rebelimi ose kundërshtimi, sidomos në adoleshencë. Nëse kontrolli vazhdon gjatë rritjes, adoleshentët mund të rebelohen, të fshehin gjëra apo të kërkojnë pavarësi në mënyra të rrezikshme. Ky është një reagim natyral ndaj kufizimeve të tepruara. E gjashta, vështirësi në zgjidhjen e problemeve. Pa mundësi të provojnë, të gabojnë e të mësojnë, fëmijët nuk zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të zgjidhur sfida, për të marrë përgjegjësi apo për të gjetur zgjidhje kreative. Dhe pasoja e shtatë e një nëne tepërmbrojtëse tek fëmijët janë marrëdhëniet e vështira në të ardhmen. Në moshë të rritur, fëmijët mund të kenë vështirësi në marrëdhënie romantike, të varen emocionalisht nga partneri, të kenë frikë nga dështimi ose refuzimi dhe të kërkojnë gjithmonë miratim nga të tjerët. Tani Dena le të ndajmë me mikeshat tona se si mund ta kuptojë një nën që ajo është tepërmbrojtëse. E para, ndërhyrja e vazhdueshme. Një nën tepërmbrojtëse ndjen nevojën të ndërhyjë menjëherë në çdo situatë, madje edhe kur fëmia është i aftë të veprojë vetë. Ajo nuk e lë fëmijën të provojë të vishet vetë, sepse dëshiron ta bëjë shpejt dhe bukur. I bën detyrat e shkollës me të ose për të shmangur gabimet. Ndërhyn në lërat e fëmijës me shokët për t'i rregulluar konfliktet. Përpasoj, fëmia nuk mëson të jetë i pavarur dhe mund të mendojë nuk mund t'ja dalë pa mamin. Një nën tepërmbrojtëse ka frikë të tepruar nga rrezikshmet. Ajo e sheh botën si shumë të rrezikshme dhe projekton frikën e saj tek fëmia. Kështu ajo nuk e lejon të dalë për të luajtur jashtë, madje edhe në vend të sigurt. Refuzon pjesëmarrjen në ekskursione, kampe apo aktivitete sportive. Reagon me panik edhe për rrezikshme të vogla. Mos vrapo, mos u ngjit se do biesh. Përpasoj, fëmia zhvillon frikë të panevojshme dhe mendon se rreziku është kudo. Një nën tepërmbrojtëse karakterizohet nga kontrolli i tepruar. Nëna dëshiron të di gjithçka që fëmia bën dhe të vendos mbi gjithçka. Ajo i kontrollon telefonin, mesazhet, shoqëritë, i cakton aktivitetet, hobet, shokët, vendos ajo kur fëmia duhet të flerë, çfarë të vesh, si të veprojë, madje edhe kur fëmia është adoleshent. Përpasoj, fëmia e humbet aftësinë të marrë vendime ose më vonë do të rebelohet. Një nën tepërmbrojtëse gjithmonë i zgjidh vetë problemet për fëmijën. Në vend që ta mësoj fëmijën të përballet me vështirësi, nëna ndërhyn menjëherë. Ajo u telefonon mësuesve për çdo keq kuptim. Nuk lejon që fëmia të përballet vetë me shokët kur ka konflikt. I shmang situatat ku fëmia duhet të kërkojë falje apo të përballet me pasojat. Përpasoj, fëmia nuk zhvillon aftësi sociale ose aftësi për të zgjidhur problemet. Nuk e di pse më duken shumë të njohura këto Dena. Një nën tepërmbrojtëse nuk e lejon fëmijën të bëjë gabime. Gabimet janë pjesë e procesit të mësimit, por një nën tepërmbrojtëse i shmang ato me çdo kusht. Ajo e korrigjon fëmijën vazhdimisht që çdo gjë të jetë e saktë. I shmang detyrat e vështira për të mos e parë fëmijën të mërzitet, i jep zgjidhjet më të lehta që të mos dështojë. Përpasoj, fëmia rritet me frikë nga përpjekjet dhe nga sabotimi i vetvetes. Një nën tepërmbrojtëse ka pritshmëri të larta për fëmijën. Duke dashur që fëmia të jetë perfekt ose që ajo vetë të jetë nën perfekte, nëna tepërmbrojtëse krijon presion të madh. Ajo reagon keq kur fëmia merr një notë pak më të ulët, i merr personalisht sjelljet e fëmijës, duke menduar se çdo gabim është dështim i saj. E nxit gjithmonë fëmijën të performojë në maksimum. Përpasoj, fëmia rritet me ankth edhe ndjenjën se nuk është kurrë mjaftueshëm i mirë. Një nën tepërmbrojtëse ka frikë nga largimi i fëmijës. Nëna ka vështirësi të pranojë distancën e natyrshme që vjen me rritjen e fëmijës. Ajo ka shumë ankth kur fëmia shkon në shtëpitë e shokëve, e mban fëmijën pranë vetes, i krijon fëmijës ndjenjë faji kur kërkon pavarësi, duke i thënë ti nuk më do më, po më lë vetëm. Përpasoj, fëmia mëson të shtyp dëshirën për pavarësi ose rebelon fshehurazi. Një nën tepërmbrojtëse i nënvlerëson aftësitë e fëmijës. Ajo nuk e bën këtë me shëllim, por duke dyshuar në aftësitë e fëmijës,
ul vetbesimin e tij, duke thënë, nuk je ende gati për këtë. Përpasoj, fëmia nuk i njeh limitet e tij, humbet besimin dhe ka frikë të provojë gjëra të reja. Dena ka shumë mënyra se si një nën tepërmbrojtëse mund të ndryshojë në mënyrë të shëndetshme. Për shembull, të kuptoj se mbrojtja e tepruar vjen nga frika, jo nga realiteti, të reflektoj mbi pasojat e sjelljeve që ne përmendëm më sipër, të punoj me ndjenjat e fajit, të kultivoj besim, të punoj me kufit dhe identitetin personal, apo në rastet më të rënda, le të themi, të drejtohet këshillimit familjar ose psikologjik. Por mënyra më e mirë dhe më efikase është duke ja besuar Perëndis fëmijët e saj. Në pjesën e dytë të programit ne do të flasim më gjatë për këtë dhe do të ndajmë disa gjëra që mund të jenë jetë ndryshuese për ju. Vazhdoni të qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Jemi duke folur sot për nënat tepërmbrojtëse dhe pasojat që ato lënë në jetën e fëmijës së tyre kur ai rritet. Dhe sigurisht, ne nënat bëjmë atë që mendojmë se është më e mira për fëmijët tanë, kështu që ne nuk duam që ju të ndiheni fajtore për mënyrën se si po i rrisni fëmijët tuaj. Kuptoni se ne nuk jemi të përsosura, edhe gjithmonë ka vend për më mirë. Dhe më e mira është që gjithmonë t'i besojmë Perëndis në udhëtimin ton si nëna. Ai është një ati përsosur që do më të mirën për ne dhe fëmijët tanë dhe është në çdo hap me ne, ndërsa ne përpiqemi të bëjmë më të mirën. Dhe ja disa gjëra që mund të bëjmë për të mos qenë nëna tepërmbrojtëse dhe për të rritur fëmijë të shëndetshëm fizikisht, emocionalisht dhe frymërisht. E para, dorëzojani Perëndis kontrollin mbi fëmijët tuaj. Bibla na mëson se kontrolli i vërtet nuk është në duart tona. Psalmi 55 vargu 22 thot: "Hidh mbi Zotin barën tënde dhe ai do të mbajë." Një nën tepërmbrojtëse fillon të shërohet kur beson se Perëndia i sheh fëmijët e saj kur ajo nuk mundet. Ai i ruan edhe kur ajo nuk është aty. Perëndia ka një plan më të madh se frika e saj. E dyta, kujtoni se fëmijët janë dhuratë nga Perëndia, jo pronë. Në Psalmin 127 vargu 3, Bibla thekson: "Ja, bijt janë një trashëgimni që vjen nga Zoti." Një nën tepërmbrojtëse shërohet kur e kupton se fëmijët janë dhuratë, jo projekt personal. Detyra e saj është t'ju udhëheq, jo t'i mbyll në kafaz. E treta, zëvendësoni frikën me besimin. Frika është e natyrshme, por Perëndia e thot shumë qartë tek Isaia 41:10. "Mos ki frikë sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt." Një nën mbrojtëse shpesh vepron nga frika, jo nga besimi. Transformimi nis kur sa herë që frika ngrihet, ajo thot: "Perëndia është me ta, Perëndia është me mua." Besimi nuk heq përgjegjësinë si nën, por largon ankthin. E katërta, lejojeni Perëndin të punojë përmes përvojave të vështira të fëmijës. Tek Romakët, kapitulli 5, vargjet 3 deri në 4 thuhet: "Shtrëngimi prodhon këmbguljen, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën." Një nënë e shëruar kupton se ajo nuk mund të shpëtojë fëmijët nga çdo dhimbje dhe se sfidat janë mësimet që Perëndia përdor. Roli i saj është të jetë pranë fëmijëve, jo të zëvendësojë procesin e mësimit. E pesta, lutuni për fëmijët tuaj, në vend që t'i kontrolloni ata. Tek e para e Selanikasve kapitulli 5 vargu 17 theksohet: "Lutuni pa pushim." Një nën tepërmbrojtëse mëson të lutet: "Perëndi, jepu urtësi fëmijëve të mi, jepu guxim, mbroj ata nga e keqja, drejto hapat e tyre." Kur lutet, ajo pushon së luftuari me çdo skenar që i vjen në mendje. Që një nën të ndërtoj besime dhe qetësi të brendshme, ajo duhet të kuptojë se nuk ka përse të ketë gjithçka nën kontroll dhe se duhet të shndrojë në paqen e Perëndis. Jezusi nuk na premton një jetë pa shqetësime, por na premton paqen e tij në mes të çdo shqetësimi. Le të jemi sinqerta dhe na shumë gjëra na duken të lehta të thuhen, por janë të vështira të bëhen. Por mbështetja tek Perëndia është gjëja më e mirë që ne nënat mund të bëjmë. Dhe ja se si mund ta bëni këtë. E para, ushqejeni mendjen me të vërtetat e Perëndis, jo me skenar të frikshëm. Tek Filipianëve 4:6 Bibla thot: "Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim." Një nënë e shqetësuar shpesh mendon: "Po sikur." Por qetësia fillon atëherë kur ajo zëvendëson mendimet që thon: "Diçka do të ndodh,
me mendime që thonë, Perëndia është aty ku unë nuk mund të jem. E dyta, zgjidhni paqen përmes lutjes së përditshme. Paqja nuk është një ndjenjë spontane, por është diçka që ushqehet. 1 Pjetrit, kapitulli 5, vargu 7 thot: Gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. Një nën fiton shëtësi kur e bën lutjen pjesë të ritmit të saj. Në mëngjes, Zot, drejtoj fëmijët e mi sot. Në mesditë, më jep durim. Në darkë, faleminderit që ishe me ta. Lutja nuk ndryshon vetëm fëmijët, por ndryshon edhe zemrën e nënës. E treta, mjaft luftuat vetë dhe lejojeni Perëndin të luftoj për ju. Shumë nëna janë të lodhura sepse mendojnë se çdo gjë varet prej tyre, por Bibla thot, Zoti do të luftoj për ju dhe ju do të rini të qetë. Ky vargër si një frymëmarrje e thellë për një nën, dhe ajo mund të mendoj lirshëm, nuk jam unë mbrojtja e tyre e vetme, nuk jam unë mendja e tyre. Kur e kuptoni këtë, do të fitoni çlirimin e vërtet. E katërta, ndërtoni një zemër mirënjohëse. Mirënjohja e ndryshon ritmin tuaj të brendshëm. Tek 1 Selanikasve, kapitulli 5, vargu 18 na thuhet: Për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Një nënë e mbushur me mirënjohje sheh më pak rrezik edhe më shumë bekime. Mirënjohja çliron tensionin e brendshëm. Prandaj çdo mbrëmje shkruani 3 gjëra për fëmijët tuaj, për të cilat jeni falendëruese. E pesta, largojini nga vetja pritshmëritë e pamundura. Shumë nëna janë të shqetësuara sepse i kërkojnë vetes të jenë të përsosura, të mos gabojnë kurrë e të parashikojnë gjithçka. Por Bibla na thot tek 2 Korintasve kapitulli 12 vargu 9, por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Nuk ka pse të jeni të përsosura. Perëndia nuk kërkon perfeksion, por një zemër të pastër që beson tek ai. E gjashta, bëhuni të forta me forcën e Zotit, jo me forcën tuaj. Një nën që mbështetet tek Perëndia thot: Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Kur një nën e pranon këtë, ajo do të përjetojë më pak nervozizëm, më pak presion dhe më shumë qetësi. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program, si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube, dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025, dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutja postare 130, Tiranë, ose të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com. Gjithashtu mund të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.